BDI Dega në Tetovi ka dhënë ultimatum 3 ditor komunës së Tetovës për të thirrur seancë urgjente të Këshillit për rimiratimin e vendimit për emrat e rrugëve të qytetit. Në të kundërtën, sipas Bajram Rexhepi, do të kalohet në protesta ose do të organizohet referendum. Nëse komuna e Tetovës do të shpreh gatishmëri që të rimiratoj këtë vendim, të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, do të ketë mbështetjen e plotë të këshilltarëve tanë. Nëse komuna e Tetovës do të refuzoj thirrjen tonë të fundit të sotme për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme, atëherë ne do të konsiderojmë se komuna e Tetovës është bashkëfajtor dhe bashkëautor i këtij vendimi skandalos të gjykatës kushtetuese. Hapat që ne do marrim do i analizojmë ditët në vazhdim. Do të thënë, nuk përjashtohet as protesta, po nuk përjashtohet as thirrja e një referendumi në të cilën të gjithë tetovarët do japin mendimin e tyre. Nga komuna e Tetovës thonë se vendimi kushtetuesës për kthimin e emrave të vjetër është bërë në koordinim me BDI-n. Zëdhënësi Albion Alili shtoi se BDI ka lënë punët në gjysmë dhe zotohet se përfaqësuesit aktual të komunës do t'i zgjidhin këto probleme. Vendimi kushtetuesës është orkestruar pikërisht nga ata të cilët duan të ndjellin tensione ndëretnike. BDI ka pasur 20 vite pushtet për të rregulluar të gjitha punët e tjera, përfshirë edhe ndryshimin e emrave të rrugëve, shesheve apo institucioneve të tjera, por fatkeqësisht nuk e kanë bërë deri tani. Një vendim të cilin ata e kanë marrë në vitin 2007, nuk e kanë çuar deri në fund, pasi është dashur ta miratojë qeveria. Autoritetet komunale sigurojnë se pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, komuna do të vazhdojë të përdorë emrat shqip të miratuara në Këshillin Komunal të vitit 2007. Zotohen se së shpejti komisioni formuar për ndryshimin e emrave të rrugëve dhe emërimin e rrugëve pa emra do të delë me zgjidhje konkrete.